Po jem që 4 vite. Unë jam bërg jam që 11 muj. Më kanë metë edhe 1 vjetë e 1 muj. Brenda këtyre mureve të trasha betoni, ku heshtja shpesh ka zëmë të fortë se britma, jetojnë gra me histori të ndryshme, por me një të përbashkët: dënimin. Por edhe këtu në burgun e grave në Lipjan, jeta nuk ndalet. Një ekran i bardhë bëhet dritare drejt botës, kinemaja, aty ku gratë për pak qaste harrojnë realitetin, e gjenë vetën në histori të tjera, e që ndonjëherë qeshin për herë të parë pas shumë kohësh. Njëra nga to këtu prej më shumë se 4 vitesh, ka gjetur në këto mure një mënyrë për të mos u thyer plotësisht. Po jem që 4 vite. I bëj 4 vite. Jem këtë. Kur i bën 4 vite? I kum bu 4 vite, po tash 2 ditë ka nejtë. Sot ka ndryshuar nashta jeta në borg ty si person, mas asoj ngjarje që e ke përjetuar? Unë ka ndryshuar rënd e kum përjetu, po unë t'njëjtën kohë puna e obligime tjera nuk më kalon shumë më merr edhe me shkrim, me pjesën e shkrimeve, me lexime, me sene, nuk ju merr. E tash më ka ndiku shumë e me piktura tarmen besoj që mirë, se s'ju mirë, shpe kum punu, po ju me piktura edhe me poezi ju. Tash njëjtën ku ja kum marrë pak dore në poezive, mirë, shkruj, varet tash soj pëlqen, shkruj poezi apo edhe piktorej, e gjojkojnë edhe piktura, humbi piktura, kam qef më mirë, kështë edhe natën, po edhe ditën, unë pëlqen piktura. Më thonë qëto aktivitete që përmeni janë ato që pëlqen më shumë? Unë pëlqen të, po ka dhe tjera, gjithë shka, kuzhina unë pëlqen me pregadit ushqime, me bo diçka, me zbulu diçka, ushqema ndryshe, unë pëlqen në kuzhina, unë pëlqen shumë se në zdit që ta me cek ma shpejt. E përmendet që pëlqen shumë e shkru poezia, mund është ta me na recitu një ose diçka që ke shkru? Po, kom shkru shumë, po tash mu kam bo tash, a jema interesu në një librit me marrë me lexu, apo në një tres, po dita? Në një tres, diçka mas fundi që ke shkru? Aha, për dashuri, trit për pëlqen ma shumë për dashuri? Okej, shpirtin më cëptuan si me ndan nga te, si harohet plaga kur në zemër me ka godit. Me ty zbeta sët e imazhin ta mbaj, si haroj kujtimet me mallëngjim i mbaj. A haroj shlet kur pik me ke mbet, malli me ka shtuar për ty në këtë jetë. Ditët me dëshpërim i për qiellin e jetë, zbetesh i haruar për mua në këtë jetë. Shkurt pak, po e lezet. Atë e përmend edhe po që për jetesën borg e ke shkru disa poezi. Po, sprov me has o jetë. Sprov me has o jetë. Te jem dhe i lezes as njëherë, qfaj pota që nuk u tremba. Në rëzikun më të madh jetova, por nuk u tremba. Në bjesht të vyshtra veshtrova, por nuk u treta. Te jem në këtë kohë si kjo, te jem e dehur më mirë. Se të shesh realitetin kur gjithë shka së ndën për pare. Pse nuk është qikoj njerëzët e drejt? Këtu nuk së ndën drejtësia as njëherë. Por une, krash Shqiponien, nuk trembem as edhe njëherë. Edhe nëse në jetë pa drejtësi me jetë, në ngrit jam e në ullje s'dua të mbes. Edhe 3 vite më ka metë, po shpresoj naj lire me kësh, naj falje, kum punu në gjatë tërë kohës këtë, edhe kum nej tërt, as një problem dhe qëtar se kum bu. Edhe naj falje, edhe presidenti as na falë, s'po falë, naj falje po shpresoj edhe na shta mu bujë që tash me dal jashtë ta burgin të punu, veç natën me bu këtë. Në rroba qepsi, se cila qep më shumë se thjesht rroba. Qep një copë dinjiteti, një ndjesi për kufizimit të vetës jashtë faje. Në parukeri, kujdesi për pamjen bëhet kujdes për shpirtin. Çdo krehër, çdo brush, çdo reflektim në pasqyrë rikthen pa nga identiteti që shpesh humbet mes numrave dhe rregullave. Një tjetër më e re në këtë realitet, vetëm 11 muaj këtu, por me syt ende të mbushur me shpresë për të nesërmen. Ma mirë që bune, që
Qysh je? Qysh ka lutë rrugës? Jo, bre. Ali Mirja pas ke vo. Fasha zotin ku ke knoq. Qa ka najtri? U kri. U bo du shumë. Shumë du, hajt. U kri, të dua. A mundesh më na tregu që so je në burg edhe sot kanë mbet? Unë në burg jam që 11 muj. Mu më kanë mbet edhe 1 vjet e 1 muj. Po tash në pas tjedhjeve të mira, unë e shkën lire me kosht. Mu jenë në korrek, më fillim të korrikit, lirona me kosht. Edhe që... A mund të më tregu se çush e fillon ditën? Cilat janë ato aktivitete që nashta ata zbukurojnë ditën këtu në burg? Okej, këtu prej fillimit që kom ardhur në 11 muj, kom pas shumë aktivitete. Për veti kom kry 6 aktivitete. Këtu kom si një shkollë për mu, shkollë e dytë më i me thonë. Këtu mëngjesi fillan në ora 7, unë e qona në 6:50, i pres oficeret shut. E bojnë hapje në oficeret në ora 7. Masanej fillon mëngjesin, një 3 minuta presëm dhomë dhe i të bojt hapja pranimi detyrës, edhe filloj mëngjesit me një kafe. Masanej me pranimin e mëngjesit, edhe qështu me punë, gjatë ditës, me aktivitete, në kopsht. Sot ka ndryshu nashta ty si person jeta këtu në burg? Shumë. Unë e besoj që shumë kisha pas nevojë edhe tepër më ka ndryshu për të mirë. Sidomos trajnimet që i kom ndjek këtu, kam pas shumë efekt për jetën teme, edhe besoj që jashtë kam u socializu shumë mirë. E falenderoj drejtorin shumë për aktivitetet që na jep neve, që na mundson çdo ditë e ma të mirë. I falenderoj oficeret, mbikëqyrëset, shumë që na kanë toleru tepër jashtë mos e shumë, na ndreqin ditën edhe këtu i bashkë me neve që rrin këtu. Edhe çështo. Në pikturë gratë flasin pa fjalë. Çdo ngjyrë emocion që s'mund të thuhet. Arti nuk një grila. Në një qoshe të qetë të burgut, fjalët bëhen dritë. Biblioteka, një dhomë e vogël por me botë të mëdha brenda saj. Libri është pëtim. Është udhëtim i lirë në mendje edhe kur trupi mbetet pas grilave. Në faqe letrash ato rigjejnë veten, më të heshtura, por më të qarta. Dhe mëtej lulja, e mbjell me duar që kanë gabuar, por që sot duan ta krijojnë. Është një obor i vogël, por aty mbin shpresa, sepse edhe në vendet më të errta dielli e gjen rrugën për të hyrë. Ky nuk është fundi rrugës. Këto gra nuk janë thjesht të dënuara, janë andhise, vajza, nëna, krijuese, ndërrimtare. Brenda mureve që ndajnë, po ndërtohet një botë që lidh.